Këtë të mërkur, në një nga rrugët kryesore Crosby Street, në pjesën e poshtme të qytetit Manhattan, u zhvillua ceremonia e zbulimit të moralit kushtuar prisit legjendar arbror, Leg Dukagjinit. Portreti i Leg Dukagjinit me kanun në dorë dhe rreth me emblemën e stemës së shtetit shqiptar. Shqiponjës me përkrenaren Gjergj Kastriot Skënderbeut është morali i punuar dhe i kuruar nga Gjin Markaj, përmes së cilit përçohet mesazhi i vetëm i një gjëje me të vërtet shumë të vyer që mund të kapërcente shekuj të tërë për të ardhur deri në ditët tona. Ideator dhe kurator i këtij morali është juristi Gjin Markaj, menaxher i kompanisë De Mayon Corporation, Tri-Sky Equities në New York, i cili i mbështetur nga Dukagjinasit në New York e përreth në praninë e një grupi Dukagjinas, u bë zbulimi i moralit Leg Dukagjinit në New York në krye Gjin Markaj dhe Mark Qeja i shoqatës shqiptare-amerikane Skënderbej. Ndërkohë, folën në këtë ceremoni Gjin Markaj, Mark Qehaj, dhe Prenda dhe Gjovalin Progni i ardhur nga Shqipëria, duke falenduar pjesëmarrësit në këtë veprimtari organizatori i saj. Gjin Markaj tha se një vend i vogël si Shqipëria sot njihet, identifikohet, personifikohet në një botë nëpërmjet tre figurave madhore të kombit shqiptar, Gjergj Kastrioti Skënderbeut, Nënës Terezë dhe Leg Dukagjinit, atili që përcaktoi kodin shqiptar. Morali me personalitetin historik të prisit legjendar Leg Dukagjini lidhet me kërkesën e Dukagjinasve për të vendosur përmendoren e Leg Dukagjinit në qytetin e Shkodrës, një iniciativë ndërtimi të kësaj përmendore të munguar e cila është marrë nga emigrantët e shalës e shoshit në Amerikë dhe Itali. Shqiptarë nga gjitha trevat në emigracion e mirëpritën me shumë kënaqësi dhe pa interesa paragjykime, përkatësie fetare, krajnore, politike, duke thënë se kontributet financiare të nevojshme për ndërtimin e kësaj përmendore. Ndërsa sipas tij, Zef Muri, artisti skulptori, tashmë i sprovuar është autori përmendorës e ka përfunduar në përmasa të mëdha prej guri me mjeshtri nivel të lartë artistik dhe pret të vendoset aty ku i takon në Shkodër. Këngëtari minjor Gjovalin Progni, ndodhur në New York, mori pjesë në këtë aktivitet të Dukagjinasve.